Macja në Francë dënohet me arrest shtëpie, i arsyeja që çoi gjykatën në marrjen e një vendimi të tillë të çuditshëm. Një gjykatë në Francë ka marrë një vendim të pazakon duke vendosur një mace në arrest shtëpie pasi një fqinj u ankua se kafsha hidhej vazhdimisht në kopshtin e tij. Pronarja e maces tha se sjellja ndacake e Remit i ka kushtuar deri tani 2.050 euro në gjoba dhe dëmshpërblime si dhe 800 euro në shpenzime gjyqësore. Vendimi e detyron tashmë macen të mos largohet nga prona e saj. Rasti ka ngjallur diskutime në Francë mbi kufijtë e përgjegjësisë së pronarëve të kafshëve shtëpiak dhe vendimet e pazakonta gjyqësore që lidhen me to.